Avokati i popullit ngresh shqetësimin për fazën tranzitore të transferimit të 39 fëmijëve nga Zyber Allulli drejt një godine të re, ndërsa kërkoi që procesi të garantojë të gjitha kushtet për këta fëmijë. Një nga objektivat kryesor të seksionit të drejtave të fëmijëve është të zgjidhim çështjen e fëmijëve që janë në situatë rruge. Ne gjithashtu jemi shumë të shqetësuar për fazën tranzitore, për të kaluar ku do kalohet nga ky institucion në një institucion tjetër për këta fëmijë dhe ne duam të sigurohemi që ky transferim të garantojë interesin më të lartë të fëmijës. Shërbimi Social Shtetëror informoi se transferimi do të jetë i përkohshëm dhe i monitoruar me një plan masash deri në përfundimin e godinës së re, ndërsa drejtuesja e shtëpisë së fëmijës, Valbona Imeraj, tha se ende nuk është marrë një vendim konkret, por se projekti do të jetë ambicioz. Nuk është marrë asnjë lloj vendimi deri tani, por ndërtesa e re është një ndërtesë shumë ambicioze, vetëm 200 metra më larg se sa këtej, me një sipërfaqe 4700 metra katror. Projekti parashikon ndërtimin e 2 objekteve publike, korpusit të inspektoriateve dhe shtëpisë së re të fëmijës Zyber Allulli, e cila do të transferohet në një tjetër zonë.